Bashkia Shkodër ka ndërmarrë një aksion të vendosur për lirimin e hapësirave publike të zëna në mënyrë të paligjshme përgjatë vijës bregdetare të Velipojës, që në orët e para të mëngjesit, policia bashkiake ka qenë në terren për të ndaluar çdo tentativë për zaptimin e hapësirave publike të destinuara falas për pushuesit. Gjatë këtij operacioni janë vendosur gjoba administrative dhe janë sekuestruar çadra e shezllone të vendosura në kundërshtim me ligjin. Drejtori i Policisë Bashkiake Sajmir Rustemi theksoi se operacioni do të vijojë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit veror. Rustemi shprehu mirënjohje për bashkëpunimin e strukturave përkatëse dhe për mbështetjen e qytetarëve në këtë fushat që synon garantimin e një sezoni turistik të qetë dhe të rregullt në Velipoj. Kemi konstatuar që disa subjekte nuk e kanë marrë seriozisht reagimin ton gjatë këtyre ditëve. Siç e shikoni, sot që në orët e para të mëngjesit, ne kemi konstatuar një subjekt i cili ka zaptuar pjesën publike të plazhit. Reagimi është ky. Janë sekuestruar një numër i madh çadrash dhe shezllonesh. Dua ta theksoj se qëllimi jo nuk është ndëshkimi, por do të jemi në mënyrë strikte pa tolerim për çdo subjekt që do të zaptojë këto hapësira. Çdo ditë, 24 orë në ditë, do jemi në kontrollin e këtyre hapësirave. Është caktuar një patrullë policie e cila do jetë vazhdimisht e ngarkuar me këtë detyrë. Pra do të kontrollojë vetëm zaptimin e hapësirave publike. Aksioni pritet të shtrihet edhe në ditët në vijim, duke siguruar që pushuesit të gëzojnë bregdetin pa ndërhyrje abuzive.